Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit, edhe ato të dëmshme janë. Çdo gjë që kalon masën është e dëmshme. E kuptoj. E kam thënë dhe e kam thënë dhe po e them edhe këtu dhe një herë. Pjata që të pëlqen më shumë, që ha më shpesh, që mbizotron, ajo të smur. Wow. Jo, janë çik më ndryshe gjërat, se këtu kemi të bëjmë me nxitjen e hormoneve. Unë kam mendimin tim dhe jo, është shumë ndryshe gjërat. Unë t'ju them është shumë e thjeshtë. Jo vetëm për mishin. Unë e nisa, po ngeli për gjysëm. Duhet që përdorimi i të gjithë kimikateve, përfshi edhe tek kafshët, duhet jetë në dorën e specialistëve. Aty ku është prodhimi i madh. Nuk them për një fshatar që i varim ujë këtë mëlçit ka një qafta. Specialistët ata janë bërë ekstra specialistë. Se i ka bërë halli. Më falni, kur është një i trejnuar me skuadrën e vet që vetë bën spërkatjet me pesticide mban shënime. Këto shënime i mbeten fshatarit. Agronomi vetë shef këtë dhe thot, po, shite sepse e ka kaluar karencën. Flas për prodhimin e madh që furnizon gjithë tregjet. Sepse tek ne nuk prodhohet me sistem bio, natural, integruar, konvencional. Tek ne, e kam thënë, ne bio s'kemi fare, prodhohet me mënyra për vete, për eksportin që t'jemi në rregull dhe për tregun që nuk ka asnjë kontroll. Po pse ku prodhohet ndonjëherë për njeriu, unë s'e kuptova. Okej. Se ka iluzione se e di unë. Ka iluzione që prodhohet për neve. Për shembull thot, mos e merr këtë shaqiri se s'është për ty. Merr këtë tjetrin. Nëse ai ta fut më shumë xhane për që pra punë po e lëm atë. Po them, duket sikur ka më shumë respekt, ta fut me respekt, më kupton? Zotrinj, të gjithë janë për të nxjerr lek. Ky është e vërtetë. E kuptoj. Tani, një herë e pare punës ke qenë shumë i urtë, mos do një kafe ti tani? Do një kafe nam-nam? Shkoj kafe. Se je shumë i urtë, sot nuk e di qa ke. Pra që ko sa qeveria nuk e ka pas fokus në njëherë sigurin ushqimore. Prap në qeveria, pres në qeveria, koma besonit e qeverit. Ne do vazhdojmë të bëjmë do emisionet. Po ne qohu, thoti, si të qojmë ne kështu me. Të beson të qeveria, të qojmë i ka mundësi. Drejtorin e ku 3-4 drejtora për 2-3 muaj, normalisht do të thotë që kjo nuk është fokus. Pra që ko sa bugjetet në drejtim të sigurisë ushqimore mbeten të ulta. Po kam qitë ta orë bagrem. Në gjitha këto rrethana ne do jemi herë pas here për të bërë emision. Pas ke shumë energji. Po, Ervin më falj. Po, Ervini. Po jo mbarova unë tani. Ervin shko. Nis Ervini dhe shumë mirë që nisën. Ne folëm shpari për zinxhirin. Dhe Ervini nxorri atë që është thelbi i muhabetit. Çështje prioriteteve. Çka kemi sot prioritete? Kemi ne ushqimin e sigurt prioritet kombëtar, se është ushqimi i përditshëm. Është ajo dieta që thamë. E kemi prioritet. Qa kemi, sa vederi njerë kemi sot, sa policë kemi sot? Po në e kërkoj Europa. Cili shtet në botë të lutem ka prioritet sigurisë ushqimore? Europa. Absolutisht jo, absolutisht mashtrim. Europa tjetër mashtrim. Standardin më të lartë global. Standardi më të lartë global, sipas ka tolerancat më të ulta. Standardi më të lartë se Europa ka standard. Çfarë quhet standardi herë se edhe këtu edhe kush e ka vendosur. Ai qumshi asaj lope që ju that atje. E dini që në rast se do të vendosin etiket nivelin hormonal në qumësht hormonal, ai nuk do të citet kurrë. Keni lexuar në një etiket qumshi? Hormonet e lopës po thonë? Ken qumsh, hormonet që janë qumsh, leret lopës. Leret lopës e demit. Tjetër gjë. Po hormonet në qumësht. Pse nuk janë etiket? Mund ma thot kush? Po pse duhet ishte etiket? Sepse është shumë e rëndësishme. Sepse lopa në momenti që ngelet shtatzën nuk duhet merret qumshti. Në Spanjë. Një sekond të lutem se është shumë e rëndësishme kjo që. E kuptoni? Sepse niveli i estrogenit shtohet të paktën 3 fish. Nuk merret qumshin atë. Çis merret atë direkt të lënë shtatzën pa lindur akoma. Jeni në rregull apo jo? Tani sepse nuk u intereson fare. Më falni, njihni fshatin? Unë e njoh mirë. Po unë fshatar jam edhe nuk e njoh. Edhe të mesme kam marrë bujqësore dhe di shumë mirë. E ndërpresin shishin e... Tani të lutem, tani se po flasim në rregullat që vendosur nga sistemi. Rregullat që në themel janë skandaloze. Edhe nuk ka për qëllim fare sigurisht shëndetësore. Edhe nuk merret fare me neve. Sepse ligjet janë të bërë nga lobingjet. Neve themi... Kjo është...
Ajo standardizimi që më thuajmë në Evropë, siguria me lartë ushqimore në Evropë. A e dini në Amerikë, të them vetëm këtë të lutem, në 2015 në kontrolli i bërë në autoritetet amerikane të ushqimit, në të gjithë supermarketet amerikane, 98% e mishit të pulës në supermarkete ishte me bakterin Salmonella. Dhe nxyrtare nga autoritetet amerikane. Vare kush tip. Vare çfarë lloj. A e kuptoni? Vare çfarë lloj, po çfarë salmonellë pozitive. Pozitive është nga Kaxhan. Po salmonella është më koti një herë se në 60 gradë shkatërrohet në 60 gradë. Është tjetër gjë. Pati kujdes. Erion, më fal. Unë kam një jetë që jap mikrobiologjinë ushqimore. Dhe trajtoj patogjenët me salmonellën të. Po, sipas sistemit në rregull, në rregull. Veta dëgjojmë. Në rregull jeni. Nikola. Edhe kriteret dhe standardet kanë ndryshuar nga vit në vit, sepse nuk mund t'i thua Erionit dhe kristaqit mos ekzisto. Janë qenie gjalla që ekzistojnë, por është sasia e tyre në produkt. Por nga ana tjetër, kemi qenë në një emision bashk me disa mjekë. Dhe aty e kam shprehur edhe keni mbështetur dhe ju. Teknika ka ndryshuar, jo vetëm cilësia e ushqimit që janë rritur sëmundjet dhe ka zbritur edhe kancerin në moshat. Ka të drejtë, Nikola. Jo më ne po shkojmë drejt botës, po përputhim standardet ushqimore, ndaj po kapim. E ka thënë këtë. Ndaj po kapim ato standarde. Jo vetëm cilësia e ushqimit. 73% e ushqimeve në supermarket janë poison. Helm. Atëherë, jo vetëm se them unë, ta thot profesor doktor Robert Lasting. Rjetet të retail-it që i kemi prestigjioze që respektojnë datat e Po flas për Amerikën. Lere ne pasaj që jemi bishtë kavallit. Atëherë, përveç cilësisë e ushqimit, është edhe cilësia të ushqyerit. Ka ndryshuar cilësia të ushqyerit që është prishur nëpërmjet konsumimit të produkteve të cilat janë të pashëndetshme. Dhe edhe tek supermarketet, jam dakord me zotërin, sepse në vend kimik nuk duhet të përdoren shumë dhe në sasi të mëdha. Po s'do të përdoren fare, tash flasim për helm, tani pak më shumë helm, pak më pak helm. Nuk do të përdoren fare. Unë nuk bëj pjesë të po themi Dede Nikolës për të kthyer. Jo, si kam ide, lutem. Dede Nikolës për të kthyer në 1900-ën. Po aty ka filluar faktikisht gjithë kjo që po jetojmë sot. Por absolutisht, siguria në 1900 ka filluar. E njem. Normalisht ne kemi neglizhuar shumë për sa i përket sigurisë ushqimore dhe fatkeqësisht institucionet shqiptare janë kthyer në një lloj zjarr fiksi për të shuetur skandalet më shumë se sa për të parandaluar edhe për të. Kryeministri e mori shumë seriozisht para 1-2 javësh. 3 javësh. Po harroj pastaj. Pastaj nuk e di beçau harrua me këtë me gjërat e tjera. E mori shumë seriozisht, po e thashun shqyr, thashun u ndërgjegjësua. Tani, pse s'përgjigjen këto institucionet thirrjes që ka bërë ai që është në krye? Mundem? Po. Ai vetë tha, e kupton, nuk është se e thash unë, se po ta thosha unë, do thoshin ore ç'a thua ti. Folëm deri tani për probleme, keq këtu, keq aty, keq ande. Po keq është ose keq është. Tash të flasim pak për disa zgjidhje të mundshme. Një sekond. Doli supermarketi dhe tha, pas 2 javësh tha, pjeshkat tha, nëse u kanë ngelur tha, na i ktheni se do a rimbursojmë. Po që angrën pjeshka me... Të keqet të këqijat i tham pra. Hajde mendojmë dhe t'japim 2 mesazhe se si zgjidhen gjërat. Po, penalti duam, ne nuk duam mesazhe. Zgjedhja jo. Mesazhet po ne zgjidhin gjën e këtu se kjo është më bukur. Lutem. Mesazhet i dërgojmë në vesh të shurtër. Zgjedhja është ne sot kemi një nga problemet e mëdha, se ne themi siguria andej këtej cilësia. Ne nuk kemi mish, nuk prodhojmë dot mish. S'kemi as sasi. Sasit, që do të thotë, neve importojmë 50.000 lopë të gjalla dhe 70.000 të imta në vit. Këto janë deklaruar atë, pa deklaruar pastaj? Ne kemi rrit konsumin e mishit, sepse mirëqenia ushqimore po rritet, ne kemi rrit në 10 vitet e fundit me 10 kg për frym konsumin e mishit. Kjo është mirëqenia. Turistat janë futur këtu brenda se? Po, janë futur. Ndërkohë që neve të gjitha këto para, nëse ne kishim, ne na ka rënë numri i krerëve, sepse gjithë këto futje mishi na vijnë sepse na ka rënë numri i krerëve që mbashtojmë vetë, që do të thotë, nëse do duam të bëjmë një farë ekonomie, duhet që këto 70.000 dele të kthehemi në normat që kemi pas dikur deri në 3 milion të imta, ne sot kemi 1.7. Pra këto i mbashtonin vetë
nuk i kemi më vetë, po i blejmë nga jashtë. Po duhet subvencionojmë, pra duhet subvencionojmë prodhimin, dhe kur ta subvencionosh prodhimin, si që duhet, si që bëmbëj, pra kur të japim ato para, mos të japim parat për ekstravaganza dhe për dëmosh, po të japim parat dhe t'i vëm kushte fermerit, që ti zotëri do prodhosh, po t'i japim parat që ti ta mbarshtosh 5 dele, po këto 5 dele do t'i ushqesh kështu, do t'i mjekosh kështu, dhe produktin do t'a mjelesh dhe do t'a shesësh në këtë formë si pas kërkesave që duhen. Kur themi të hallkat e tjera të shtetit që themi se ekziston shërbimi veterinar, se ekziston AKU-ja e tjera. Jo, për të ekzistuar ekzistojnë ato? Po si ekzistojnë janë qori me i sy. Rogën e marë. Jo, ven majna i lidhe që më shtatë dhe ka një. Po që të marrësh rogën, zëre se jeni ju veteriner i komunës dajt. Ju duhet kapni 10 fshatrat e komunës në këmbë. Si mund bëhet, është e pa mundur që ky veterineri të pranë çdo fermeri. Pra duhet t'i mundsojmë, jo më duhet t'i mundsojmë antarët e shërbimit është që siguria ushqimore kushton para. Në momentin që do t'i kërkosh llogari shërbimit, atëherë s'kemi për ta zgjidhur. Që t'i kërkosh llogari shërbimit veterinar, pse nuk vaksinon, pse nuk mjekon, pse nuk kujdeset, t'i kërkosh llogari AKU-s etj, duhet t'ia mundsosh një radhë parë që ata të bëjnë punën e tyre. Profesor, goli fundit? Unë shpresoj që nisur nga ajo që tha dhe Erioni, që kryeministri tha, nuk e tha kot, sepse duke afruar 2027 kërkohet nga Europa ndër të tjera me patjetër edhe siguria ushqimore. Kuptoj. Dhe mendoj që do merren masa. Inshallah, po e them kështu, shpresoj që ose të mund të marrin njerëz që dinë dhe që të marrin mendime, ashtu siç u munduam të japim një dy këtu, në mënyrë që të rregullohet siguria ushqimore. Goli fundit? Imuniteti, sistemi imunitar i organizmit. Po se muarëm vetë mbrojtjen në dorë tona, flijeni mendjen. Po si do të arrisim imunitetin? Ne po vëm si deljet e kasapi, prisni na institucionet tona që të na sigurojnë ushqimin. Si të arrisim imunitetin pra? E pare punës me vetë disimin, me ndërgjegjësimin, me të njohurit të problemeve, nuk i njohin problemet, i mbuloj me sofizma. Dhe tani thamë që ata autoritetet nga jashtë janë shumë të sofistikuar se ne. Tani themi pse vinë jashtë, po më mirë që vinë pastaj kur janë më të kontrolluara që janë dhe i delet. Tani, si do rrisim imunitetin e thuaj, se s'kemi kohë të zgjatemi, nuk do ham. E pare punës një herë thash, me vetëdijësimi, duke ditur që ky është helm, nuk e marrim. Po duhet thënë gjërat. Këtu vim për të bërë show edhe për të bërë elogje apo t'i frymë sistemin. Ndërkohë pastaj e thash pak më para, po e them përsëri që parametrat që kanë vendosur, si të sigurisë, si të rritjes, si të mbashtrimit, si të pesticideve, të gjitha nuk janë në funksion të sigurisë shëndetësore të njerëzve. Janë të interesave ekonomike. Të hanë njerëzit mish apo jo? Kështu që jo të hanë mish, të shyen mish, po që atë mos të hanë specin. Specin mos të hanë, mishin të hanë. Po speci bërgjollësh? Jo, është bërgjollë fushë. E qik me thellgja, ja? E qik me thellgja, ja. Njerëzit që se duan të jeton një herë mirë, vez, peshk, mish, mos t'i shmangin në asim mënyrë, as një loj karbohidrati përpunuar ku hyrë në dhe tërshera e shkollave që kanë fëmijit, edhe duhet ndryshuar ajo dietë skandaloze vrastare për fëmijët, edhe neve duhet të shohemi. Nga juve në radhë parë, nga këte pjesë... Atere, siguria ushqimore kushton, në muaj nëntor hartohet buxheti i qeverisë shqiptare për 2026, nëse ne mbetemi në të njëjta nivele buxhetimi për sigurinë ushqimore, mos prisni më bëni emisione, po tek sheshi. Mos prisni nga shteti, qa është kjo, mos prisni nga shteti. Kjo ishte ndeshja Bardhazi, do të shkojmë në akuzë ku në pret një akuzatore e cila do të ngrej një çështje